në këtë lidhje të drejtë për drejtë, ndërkohë do të ndalemi tani tek ajo se çfarë organet e hetimit dhe ato të drejtësisë kanë bërë këto ditë, këtë javë që lam pas për të luftuar krimin zgjedhor. Një prej tyre është dhe rasti i fotografimit të votës ku dy persona u arrestuan më 11 maj, ata kanë qenë Hasan Doka dhe Alketa Hasani, të cilët kanë dalë në gjykatë sot për vlerësim të masës së sigurisë, por detajet do t'i marrim më të thjeshta dhe më të shpjeguara nga Keti Banushi, që kanë ndjekur këto lëvizje të organeve të hetimit dhe drejtësisë sot për të luftuar ndërhyrjet në procesin zgjedhor. Keti, përshëndes. Atëherë, ta nisim me këtë rast specifik që përmenda së fund, mbi dy personat që kanë fotografuar votën e tyre në 11 maj, janë në gjykatën e Tiranës, po ndërkohë të na shpjegosh, të thjeshtosh më saktë këtë ndarje të Spakut dhe prokurorive të rretheve apo të qyteteve që kanë patur si tagër për të luftuar fotografimin e votës apo krimet zgjedhore. Përshëndetje Arlin, në fakt këto zgjedhje, ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, ka ndodhur edhe një dukuri, pra kemi patur arrestime në flagrancë në momentin ku është konstatuar që persona të ndryshëm kanë fotografuar votën. Në fakt sinjalizimet janë dhënë nga vetë antarët e komisioneve të cilët kanë raportuar si tek policia dhe te prokuria e Tiranës, të cilët të paktën në Tiranë kanë qenë në bashkëpunim me njëri tjetrin. Sa i takon arrestimit, janë arrestuar ata që është provuar në moment fotografimi i votës, kjo dhe në sajt të sekuestrimit të celularëve të tyre ku është konstatuar si provë vota e fotografuar, ndërkohë që në Tiranë kemi 4 raste arrestimi, 2 të tjerë janë hetuar në gjendje të lirë, ndërkohë që kemi dhe 2 raste në Elbasan, të paktën 6 arrestuar për fotografimin votës në total. Sa i takon Tiranës, sot para gjykatës kanë dalë vetëm 2 prej tyre, pra bëhet fjalë për Alketa Hasanin dhe Hasan Dokën, 2 persona të cilët janë arrestuar ditën e zgjedhjeve. Për këta, prokuroria e Tiranës ka kërkuar masën detyrim paraqitje, çka do të thotë që ata do të hetohen në këtë masë sigurie, ndërsa sa i takon marshit të dënimit kjo vepër penale e fotografimit të votës, shkelja e fshehtësisë së votimit, që është kompetencë e prokurorisë së Tiranës, e prokurorisë së rretheve, jo e prokurorisë së posaçme, dënohet deri në 3 vite burg. Pra, çka do të thotë që do të hetohen, do të vejojnë të hetohen me këtë masë sigurie, kjo dhe në sajt të provave, siç e theksova, sekuestrimit të celularëve, të cilët e kanë konstatuar fotografimin e kësaj vote. Aktualisht po bëhet masa për 2 prej tyre, ndërkohë që 2 të tjerë do të dalin ditën e nesërme, ndërkohë që pritet të ketë dhe masa në prokurit e rretheve, si është Elbasani, i cili dhe ai ka pasur arrestime. Pra, mund të them që është një nga veprat penale që nuk hetohet nga prokuria e posaçme, e cila ka për kompetencë të hetojë krimin zgjedhor, kryesisht korrupsionin në zgjedhje, ndërkohë që këto janë vota, janë vepra penale, pra shkelja e fshehtësisë së votimit është vepër penale që është kompetencë e prokurorisë së rretheve, të cilët kanë hetuar, pra kanë qenë në gatishmëri dhe ata ditën e zgjedhjeve dhe kanë proceduar disa raste. Po, ndërkohë, Spaku në cilën pikë është, pra ne javës që kaloi Keti, pra mori vëmendje një vajtje e Dumanit në Shkodër dhe në Lezhë. Pra edhe Spaku së bashku me homologët e saj, kolegët e tjerë si pjesë të task forces kanë qenë të angazhuar për të luftuar krimin zgjedhor. Në fakt, Spaku ka qenë më i ngadaltë në pjesën e arrestimeve, çka do të thotë që hetimet e tyre janë më të thella dhe janë fokusuar kryesisht tek shitblerja e votës, pra tek korrupsioni pasiv dhe aktiv në votime. Në fakt, kemi disa kontrole, pothuajse në të rrethet kryesore të vendit, siç është Shkodra fillimisht, më pas ishte Korça dhe Kuksi dhe rrethet të tjera, ku kanë qenë të angazhuar prokurorët e task forces, kemi patur në fakt shumë kontrole dhe nga ajo që prokuria e posaçme ka njoftuar me anë të deklaratave për media që ka bërë një ditë më parë, janë rreth 39 denoncime ose procedime që janë regjistruar.
Në një deklaratë të ardhur ditën e sotme, pra bëhet fjalë për rastin e Kukësit, ku një person është arrestuar, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim, bëhet fjalë për shitblerje të votës dhe kryesisht për Partinë Social-Demokrate. Kjo e cilësuar edhe në njoftimin e bërë nga ana e prokurorisë së posaçme dhe madje është të paktën është kujdesur që të tregojë që në kontrollet që janë bërë si personal, si dhe në kontrollet që janë bërë në ambientet ku ka pasur dyshime, prokuroria e posaçme ka gjetur edhe shumë aparash të cilat dyshohet se kanë patur si qëllim blerjen e votës. Megjithatë, kanë prokurorët e prokurorisë posaçme së bashku me agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit në të gjitha rastet kanë vepruar me vendim gjykate, pra kanë qenë kontrolle që janë bërë me vendim gjykate. Kjo do të thotë që pas kontrolleve në cilësinë e provave janë edhe në rastin e Korçës ditën e djeshme, nga informacionet që kanë gjetur prova materiale, çka do të thotë që nuk do të mungojnë edhe arrestimet edhe për rastet e tjera, por me sa duket, prokuroria e posaçme fillimisht pas informacioneve të marra, pasi disa prej procedimeve janë nisur dhe kryesisht në bazë të informacioneve, dihet tashmë prokuroria e posaçme ka në dorë edhe përgjimet si ambientale, por edhe përgjime të tjera, pra kanë qenë këto sinjalizime që kanë bërë që të regjistrohen procedimet dhe pas këtyre sinjalizimeve kanë kërkuar kontroll banese, kontroll personal, kanë siguruar prova dhe më pas pritet të ketë edhe arrestime të tjera edhe në rrethet ku ka patur dyshime dhe në fakt nuk janë të pakta, megjithatë janë arrestime që janë bërë në Fier, kishim një rast, kemi në Kukës një rast, pra kemi arrestime edhe në veprat penale që janë më të rënda të prokurorisë së posaçme. Megjithëse janë hetime që po vijojnë ende dhe kam përshtypjen që do të kemi shpejt dhe arrestime të tjera sa i takon edhe kësaj vepre penale që është më e rënda, pra korrupsioni aktiv dhe pasiv në zgjedhje dhe madje për subjekte të politike, po deri tani është Partia Social-Demokrate ajo që ka patur më shumë dyshime për shitblerje të votës. E qartë. Mirë, në fakt, për këtë të fundit, sa po doja të pyesja, pra, cili subjekt politik, duke marrë parasysh se është synuar të luftohet vepra e shitblerjes votës, pra, rezulton PSD si më e hetuara, më e mbajtur në vëzhgim, apo edhe faktikisht nga ajo se çfarë është parë në terren nga prokurorët e tuesit, pra, është ky subjekt që ka bërë më shumë shkelje, është lidhur me individ caktuar në këtë vepër? Në fakt, po të marrim rastin e Fierit, ku kemi një të arrestuar si subjekt për subjektin Partia Social-Demokrate, që ishte babai një kandidate së kësaj partije. Por të marrim dhe rastin e Kukësit, kemi dy, të paktën edhe rastin e Shkodrës, në fakt ku ka pasur dhe kontrolle. Me sa duket sinjalizimet kanë qenë për këtë parti, më të shumta, ku kanë ndërhyrë prokuroria e posaçme, po kjo nuk do të thotë që është vetëm një subjekt politik që po hetohet. Kam përshtypjen që mund të ketë dhe subjekte të tjera, por me sa duket prokuroria e posaçme e ka patur më të lehtë të sigurimin e provave për këta subjekte. Ndërkohë që vijojnë hetimet, pasi siç e theksova janë 39 procedime që janë regjistruar në lidhje me kallëzimet për krimet zgjedhore të kësaj takon prokurorisë së posaçme, pasi një pjesë e madhe e tyre i ka kaluar për kompetencë edhe prokurorive të rrethave. Pra, ky është bilanci që ka bërë prokuroria e posaçme në fakt dhe janë procedime të cilat duhet të kenë një vendimarrje në fund dhe kjo në saj dhe të provave që do të mblidhen nga ana e prokurorëve. Siç e tham, dje ishte rasti i Korçës ku kanë qenë prokurorët e prokurorisë posaçme të caktuar në këtë rreth, pra ka qenë prokurori Vladimir Mara, i cili ka kërkuar në gjykatën e posaçme vendim për kontroll personal dhe banese për disa personazhe, për disa subjekte, dhe nga informacionet që kam, ata kanë mundur të sigurojnë edhe prova. Pasi kanë dyshime, mund të kenë sinjalizime, por gjithçka duhet të verifikohet edhe me prova në mënyrë që të kemi dhe një
të paktën një hetim më të plotë ndaj kontestimeve që mund të kenë personat të cilët mund të jenë subjekt ose mund të jenë kontrolluar nga ana e agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit. Ajo çka do të thotë është fakti që të gjithë kanë qenë në terren, të gjithë kanë qenë në zonat e tyre, kanë mbledh materiale dhe pritet në fakt të kemi edhe ndonjë vendimarrje tjetër sa i takon kontrolleve të fundit që janë bërë si në Shkodër, por edhe në Korçë. Keti Banushit falenderoj, shumë faleminderit për lidhjen e drejtë për drejtë dhe informacionet që sqarove dhe përcolli gjithashtu, por për të mbetur në temë, duke qenë se edhe kolegja Banushi e përmendi rastin e babait të kandidates së PSD